historinë, por që pjesë e gazetarisë profesioniste në sa i përket dokumentarëve, sa është numri i pronave, si numër pronash dhe sa është vlera e tyre financiare. Dashur ta filles, Greqia nuk ka të vështirë që ta njohë këtë shifër. S'fajmë lejo që ne që përmëndët ta përëndërë dhe unë për ka bëj punë të mrekullueshme, i pas një projekt shumë të vyer për historinë e Çamërisë, sepse kemi arrit para disa ditësh të intervistojmë të fundit, pra të temat e javës së fundit të mbijetuarve. Me sigurisht që edhe duke ndjek këto sinkrona me cilët janë familjarë, pra të kuptuar çdo shqiptar i Çamërisë që kur ne lindim dhe rritim me këto profenja, pastaj na vjen pyetja e dytë, se jemi atje, po jemi